Aliu e den që e kemi pas në zyrë. Ka desht me investu në zonën ekonomike deri në 150 punëtor. Paga minimale në ato me planin e biznesit që e ka pru, ka qenë 700 euro. Po zoti Shabani, a do të ishit ju kryetar më i mirë i shtimës se sa kryetari? Po patjetër që po, unë besoj që... Se atëherë po rrini në koalicion? Jo, veç edhe në diçka, për të mirat. Një pushtet 21 vjetë ka qenë në komunën e shtimës. 21 vjetë në komë thonë edhe me punu mirë, bëhet degradohet. Mirë me punu, me dëbëmat që i kam pos këta qytetarët e Republikës, qytetarët e shtimës e kanë zgjedhë zotrin Aliu. Partia ime, one jam tash që një vit e gjysmë kryetari i degës së LDK-s në shtime. Unë mburrem me partinë politike që i përkas. Edhe mburrem në atë që i kemi ndihmu kur ka qenë kryetar Kadri Emini, pse e kemi pru kryetarin Aliu që është tani kryetar aktual. As një pishman nuk i bi edhe atëherë pse e kum votu kryetarin Aliu. Por, tani, qa do të me bo me komunën e shtimës, si do të me bo transformimin e qytetit shtimës, na e dim, a është transformu ajo qytetit shtimës. Qytetit shtimës transformohet me këto projekte të mëdha, që kanë me vlerë, me plan program, me gjitha. Ftesa ju ajo që Aliu t'ja ulçoi vendin juve, edhe ju t'jeni kryetar. A e pranoni këtë ftesë, zoti Aliu? Zoti Kushte, për sqarimin e opinionit, zoti Shabani ka qenë një figurë anonime, edhe për respekt personal dhe familjes tina unë kam emëruar drejtar zhvillimit ekonomik. Edhe s'm ke emërute drejtar zhvillimit ekonomik, partia politike më ka. Ne kemi koalicion me LDK-n. Po, edhe deri para 6 muajve ka qenë drejtar i zhvillimit ekonomik. Drejtar zhvillimit ekonomik. Domethënë edhe një 3 drejtori vazhdojnë me qenë të LDK-s. Drejtar zhvillimit ka dërgu partia ime atë. Po të dëgjova, do replikova vonë. Jo për shkak familjes. Unë ka dërgu partia ime. Ne jemi meç edhe do të vazhdojmë të jemi meç edhe do të jemi shërbim për bashkët. Po, ruajnë micilë se nuk dua të jem unë arshye kështu që jo, zoti Saliku unë kam plot mes në LDK. Familja, mu më ka dërgu partia ime politike. Po se keni bërë koalicion. Se keni prish këtë koalicion, e keni ende, po. Okej, ka pas edhe preferenca aty, po tash preferenca që të prishet koalicion. Jo, edhe për drejtarët, po tash nuk ka pak më sinqert këtu, po nëse s'ka rëndësi është fushat. Jo. Unë me ke kam edhe zotin Shabani, edhe familjarët e tij, edhe shumë meç në krejt familjet më të mëdha në LDK që janë shtime, edhe jam krenar me punën tonë përbashkët, edhe besoj që edhe në mandatin tjetër, me këtë projekt ambicioz që kam, do të jemi bashkë, sepse na duhen edhe meç edhe për pluralizëm. Sa i përket unë kam dokumentin këtu që është refuzuar. Nga zyrtarja që ai investitori imagjinor i s'është imagjinor, ta ka bërë kërkesën. Qysh imagjinor? Këto prona që kërkoni ju, janë nën menaxhimin e AKP-s. Edhe nuk muj unë me dhon tokat AKP-s, nëse kërkon dikush tokat komunës, na e shqyrtojmë. E keni kompetencë. Tjetër, unë nuk menaxhoj tokat të sektorëve tjerë. Kjo tregon që zotëriu duhet munal mi lexu dokumentat bazë, ligjin e qeverisë lokale, sepse nuk i den edhe tani e mësojnë, ka ky do shoku atje që e mësojnë, po s'po din tani mi artikulu. Se çaqe ka kapacitetin. Tjetra, unë po kthehem temë sepse këtu na kena shumë punë për me bë. Kena bë shumë punë, kemi edhe projekt ambicioz. 108 zotime i kam pas. Ofër 90% tyre i kemi përmbush, po edhe një 100 tjera i kemi bo që si mi zotu fare. Në këtë projekt ambicioz të 2 mandateve i kemi edhe 60 tjera të reja, se cila ma inovative sa tjetra, që shtimin përfundimisht e bojnë qytet model të bukur të pastërt edhe me një plan zhvillimor komunal që do të na i kenë lakmi të gjithë. Unë një pyetje kam për kundër kandidatët. Zotëri Ramusa tha plani jonë për 4 vitet e ardhshme do të kushtoj 39 milion euro. Ku do t'i marrë 39 milion euro, derisa buxheti për investimi kapitali në komunën e Shtimës tashti ka arrit me qenë 2.5 milion euro. Që i bjen për 4 vite janë 10 milion euro. Ku do t'i marrë edhe 29 milion tjera, edhe zotin Shabani, mikun tim, që jemi bashkë qeverisje, e pës këtë projektin nëntoksor që ka bujë në komunën e Shtimës, që ekipa jonë
E inxhinierëve